Siç po jemi dëshmitar të gjithë, Kosova nuk do të ketë qeveri. Vendi do të shkojnë zgjedhje dikun në fillim të muajit dhjetor, datat opcionale të mundshme të cilat priten të konfirmohen nga presidentja, janë data 7 dhe 14 dhjetor. Partitë politike në tubim takim me presidentin, të gjitha kanë thënë që nuk kemi shumicë, prandaj ka mbetur presidentës që ta shpallë datën konkrete të zgjedhjeve. Para se të shkojmë në zgjedhje nacionale, do të kemi edhe një parë zgjedhje, balotazhin e zgjedhjeve lokale. 3 parë zgjedhje me një viti, gati 2 parë zgjedhje me një muaji, de facto 3 parë zgjedhje brenda 2 muajve pimbojnë Kosovës. Jemi duke shënu rekorde, ta themi, të zeza, në klapa të zeza, jo pse janë në kuptojnë ai zi, por rekorde të zeza. Për herë parë në historinë e Kosovës kemi një qeveri e ca të propozuar si një rekord i zi e ca se ka marrë shumicën. Rrezikojmë ndoshta që kemi edhe një president i cili s'do ta ketë shumicën. Nëse shohim paralajmërimet e kryeministit në largim Kurti, ai nuk jep shenja se do të ndërtoj një edhe pas zgjedhjeve se do të ndërtoj një qeveri e cila do të përfshi zgjedhjen e presidentit. Madje paralajmëron e kërcënon që mund të kemi 2 parë zgjedhje nacionale mena 2-3 muajve të ardhshëm. Rrogat po rriten, rrogat në fakt po rriten, po pensionistëve qeveria në detyrë jo rriti pensionet, e propozon një buxhet për cilin ka pas deklarime të ndryshme, një grup i shoqërisë civile thëjke që duhet presidentja me shfrytzu kuvendin aktual për të kryer buxhetin e tjera dhe mendime të ndryshme në këtë drejtim. Pra loja politike realisht zgjedhore ka filluar nga diella e kaluar me akt ekspozen e Albin Kurtit. Gjithçka tash që ndodh në Kosovë është fushat zgjedhore dhe betejë për votë. Nuk do të folim shumë për betejën për votën, por do të flasim për zgjedhjet, për çfarë ka ndodhur në zgjedhjet lokale, për zgjedhjet nacionale, datat potenciale, matematika zgjedhore. Do të flasim njërin nga figurat më prominente të shoqërisë civile, drejtorin e KDI-s, Ispet Kryeziun. Ispet, mirë se vjen në shesh. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Ispet, cilat janë hapat kushtetues që duhet i ndjek presidentja për të shkuar në zgjedhje nga dita e sotme? Unë besoj që presidentja veç ka filluar të ndjek hapat kushtetues në caktimin e mandatarit, edhe tani është në fazën e dytë dhe ditore, pas dështimit të zotit Kurti për të marrë shumicën në parlament, takimi i sotëm me subjektet politike, ku gjitha subjektet, sa kemi informacione, kanë konfirmuar që asnjëra nga to nuk është e gatshme të marrë mandatarin sepse nuk ka shumicën. Besoj që brenda kësaj jave presidentja vetëm duhet të shpallë zgjedhjet e ardhshme dhe afatin kohor për zgjedhje parlamentare. A ka nevojë të pres presidentja, mund ta bëjë shpalljen e datës së zgjedhjeve më një herë? Besoj që mund ta bëjmë një herë, nëse sot ka marrë konfirmimin nga subjektet politike që nuk janë të gatshme, por gjithsesi mund ta shfrytëzojë edhe 5 ditë deri në datën 5 nëntor mund ta shfrytëzojë afatin kohor kushtetues edhe për të parë në mënyrë individuale, ndoshta takime me subjektet politike dhe për të parë një adresim apo një zgjidhje të kësaj situate për të shmangur potencialisht zgjedhjen. Edhe pse tani po duken se janë pashmangshme. E kemi pas 2017, apo në 2017 ndërheqjen e Ramush Haradinajt, dhe dim që më njëherë pas ndërheqjes së zotit Haradinaj, presidenti thotë që ishte drejtuar me një letër kryetarit PDK-s atëherë Kadri Veseli. A dëshiron ta merr mandatin? Sapo i shpërgjigjur më njëherë zoti Veseli që nuk do të marrë mandatin, presidenti thotë që i pa shpall datën e zgjedhjet. Pra është një farë ekziston një rrugë zyrtare ligjore, e cilën besoj që edhe presidentja aktuale do ta bëjë me subjektet politike, qoftë me subjektin e parë politik apo edhe me subjekte tjera politike, por gjithsesi në takimin e sotshëm besoj që ka marrë një konfirmim të subjekte politike të cilat nuk i kanë numrat dhe nuk janë gatshëm të marrin një mandat. A e lyp kushtetuta Ismet që në këto raste kur si më thoni mbledh gjitha partitë, edhe gjitha partitë i thonë nuk ka zgjedhje, a e lyp kushtetuta si më thon me shku presidenti edhe një haptutje? Me tentu edhe një haptutje me i mbledh ndoshta veç, me tentu me ndërtu një qeveri teknike ndoshta apo s'ka nevojë.
Unë besoj që ka nevojë, besoj që presidenta ka në afat kohore edhe 5 ditë edhe mund të bëjë takime individuale me subjektet politike për të pa mundësinë për një qeveri, ndoshta teknokrate, për një qeveri tranzicioni për 2-3 mujor, derisa të kalohen disa situata, siç është ligji për buxhetin edhe çështje tjera, edhe më tutje të përgatitet Kosova për zgjedhje. Por kjo mvaret jo nga hapat që do të marrë presidentja, mvaret nga vullneti politik. Por presidentja mund të marrë ta hapa. A duhet? A mendon se duhet, se mund të ketë efekt? Besoj se duhet, se efekt s'besoj që do të ketë, por presidentja besoj që duhet me mandatin e saj edhe në përgjithësisë e saj kushtetuese që të garantohet, të sigurohet të përdorë gjitha mundësitë për të ardhur te funksionalizimi i institucioneve dhe për të garantuar funksionalizimin e institucioneve. Si erdhëm deri këtu, Ismet? Domethënë nuk është se si dim gjërat, po në një mendim tënd, si erdhëm deri këtu? Si erdhëm që nga shkurti të mrrim në nëntor për të shpall zgjedhjet e reja pa pa ndërtuar një qeveri. Si mrrim deri këtu edhe në aspektin kohor? Çka ndodhi? Unë mendoj që në aspektin politik, mendoj që kokëfërsia zotit Kurti edhe pa llogaritur në numrat e fuqinë politike që duhen nga 9 shtatori, pa aftësia e partive politike që ishin në opozitë në atë kohë për të marrë veprime politike dhe për të ardhur te vendimet politike, na prunë në një situatë ku më tepër çështja e zgjidhjes ose kriza që u prodhua për këto 9 muaj, më shumë dëshiruan të adresojnë si çështje ligjore kushtetuese e jo si çështje politike, për të cilën unë mendoj se ka qenë kryesisht politike. Normalisht që ka pasur veprime jo kushtetuese dhe jo ligjore, të cilat janë adresuar nga gjykata kushtetuese, por burimi edhe baza këtyre fillon nga kriza dhe nga ngërshi politik, pa aftësia për të bashkëpunuar edhe pa aftësia për të marrur përgjegjësi në adresimin e rezultateve edhe vullnetin qytetar që dolin nga Mand Shkurti. Pse u dash ka shumë kohë? Pa në një farforme që askush s'dan me bo qeveri. Pse u dash kaq lëvizje, kaq shumë kohë për me mrritje në këtë pikë? Normalisht sepse zoti Kurti, duke shfrytzuar disa mekanizma që i patë si kryesuesi seancave dhe gjithë ato, bani disa veprime jo ligjore dhe jo kushtetuese dhe opozita nuk ishte fuqi tjetër politike për të ndërmarrë veprime edhe ju drejtu gjykatës kushtetuese. Koha që e mori gjykata kushtetuese për të interpretuar këtë situata, normalisht që e mori këtë kohë dhe e prodhoi, domethënë këtë stagnim gati nga certifikimi dikon rreth 7 muaj, gati po hym në një krizë ku ne s'mund me zgjedh qeveri. Kush si me thonë, ka pas një farë bindje që Kurti pi lyp zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe që po i lyp zgjedhjet jashtëzakonshme qoftë në mes qershorit kur vijnë diaspora ose bashkë me zgjedhjet lokale dhe ka pas një farë përshkrimi që opozita në fakt me faktin që ka zvarrit procese edhe që është drejtuar shumë shpesh gjykatës kushtetuese, ka tentuar të mos lajoj që ndodh kjo. Që ky nëntori, si afat kur shpallën zgjedhjet dhe çdo zgjedhjet në gjysmën e parë dhjetore që kanë më majt. Si me thon, ka na erdhën kush e shty afatin deri këtu. Sepse ne Ismet, domethën në prill ka mujt me shku vendin zgjedhjet jashtëzakonshme se u di që s'ka opozitë, s'ka qeveri. Opozita tha s'kam, Kurti si ka pas, ka. Kurti i bëri, siç theksova, i bëri disa veprime jo kushtetuese për cilat u desht veprimi i opozitës për të pa interpretimin kushtetues dhe për të vazhduar më tutje. Edhe unë konsideroj që në këtë proces, në këtë proces gjallor, normalisht që përgjegjësia më e madhe bjen mbi liderin e subjektit të parë politik, edhe i cili nuk arriti të krijojë një qeveri për qytetarët e Kosovës. Tani edhe opozita politikisht u tregua pa aftë për të krijuar një qeveri alternative, pavarësisht që për 4 vite dhe të ishin të organizuar dhe ishin të angazhuar për të rrëzuar këtë qeveri edhe për të dhënë vendit një qeveri alternative, po në momentin e fundit, mbas 9 shkurtit, as ato nuk arritën të kanë një koordinim edhe një bashkërendim të aktivitetet të tyre për t'ja dhënë vendit tonë një qeveri. Do të thotë faji është i dyanshëm, por gjithsesi se faji shkon bazuar në peshën politike të cilën e kanë subjektet politike. Shtynte
A i bën të veprimet ju kushtetuese, po çka çesh me ato me votimin e sheft për kryetarin e kuvendit që edhe kurti e dinte që nuk bën. Dykon janë marrë rreth 50 seanca. Ishte duket, nëse jam gabim, bi 50 ndoshta. Bi 50 seanca. Bi 50 seanca, pra a shtynte kurti afatin që me mrri dyqysh timingun me zgjedhjet lokale. Realisht ne kemi diskutuar edhe atëherë dhe kemi kundërshtuar timingun, sepse kemi pa që timingu po shkon drejt zgjedhjeve lokale, edhe besojmë që tani jemi të zgjedhjet lokale, ende pa përfunduar zgjedhjet lokale, do thotë ne jemi në një fazë ku do të shpallën zgjedhjet ndoshta parlamentare. Edhe besoj që me një farë forme në mënyrë të rreshtur gjitha partitë politike kanë qenë pro kësaj, madje ndoshta s'ka pas edhe mekanizma tjerë se do ta shfrytëzonin, ndoshta ta linin vendin pa qeveri edhe 2-3 muaj, që në mënyrë që potencialisht mos të rrezikojmë zgjedhje të reja në mars apo në prill vitit tash. Ismet, kemi po sot veprime të kryeministit në detyrë. Pra, rritja pensionit nga muaji nëntor, a ka drejt bën këto? A është një qeveri, a është duke udhëhequr me mirë besim vendin një qeveri që bën veprime të tilla dhe cili është efekti politik elektoral? Efekti politik elektoral është dëmtimi. Sepse i mos harrojmë i kemi edhe zgjedhjet lokale në nëntën dhe mundën me pas dikim më një hershëm. Efekti elektoral është kjo quhet në keqpërdorim i fondit publik, edhe dëmtimi i integritetit zgjedhor, dëmtimi i garës së barabartë, kur me paran publike shfrytëzohet një joshje a votës ose tentativa e korruptimit e votës. Unë mendoj se këto janë kaq vendime të papërgjeshme, një qeveri e cila është në detyrë, në fakt, edhe janë vendimet cilat e dëmtojnë integritetin zgjedhor edhe e bëjnë garën pa barabartë, për shkak se tani zoti Kurti, që dhe është deputet, edhe ministrat e tij, që në fakt nuk janë ministra, po janë deputet, kanë marrë vendime duke u bazuar mi fuqinë ligjore, jo mi fuqinë ligjore, po mi të drejtën e tyre për të keqpërdorur tani buxhetin publik. Çfarë është drejta me keqpërdorur buxhetin publik, se një drejtë e tillë nuk besoj që do të duhet të ekzistonte ishte. Nuk ekziston drejtë e tillë, por gjithsesi vendimi për pensionin edhe vendimi për rritjen e shtesave fëminore, megjithatë nuk janë kundërkushtetuese dhe kundërligjore. Por është çështje e qeverisjes me etik edhe qeverisjes me integritet. Ndërsa këto vendime unë besoj që janë në kundërshtim me integritetin edhe me etikën qeverisë, por nuk janë në kundërshtim me ligjin edhe në kundërshtim me kushtetutën, për dallim prej ligjit buxhetit edhe masa tjera që u prezantuan në ligjin e buxhetit. Opozita që sa kohë në fakt e konsiderojnë që kryeministri në detyrë dhe ministrat ata që në deputet janë kundëlidhshëm duke i mbajtur pozitet qeverisëse. Ka një vendim gjykatës supreme për këtë punë. A ka drejt edhe deputeti dhe kryeministri në detyrë Kurti të merr si vendime? Sepse dy janë këto, tash është edhe deputet dhe kryeministri. Vendime për ligjin e buxhetit edhe disa që janë marrë nuk jo edhe për këto rritjen e pagave, sepse mos harrojmë Bashkimi Evropian nuk po e takon, s'e konsideron kryeministrin. S'e konsideron si kryeministër, por gjithsesi unë thash në bazë të ekspertizës sa unë muj me njoft vendimi për pensionet edhe vendimi për shtesat e fëmijëve është në kuadër të ligjit që ka mundur me marrë kjo qeveri aktuale në detyrë, por është në kundërshtim me etikën edhe me integritetin. Para mundet deputeti Kurti me marrë një vendim të tillë, deputeti Murati me marrë një vendim të tillë, sepse nuk po them se kemi gjykatën supreme që ka dhënë vendimet e disa vendime janë të përcaktuara me ligjin e qeverisë, cilat janë në kundërshtim por këto dy vendime unë besoj që nuk janë në kundërshtim, se është lëvizje e buxhetit brenda linjave të buxhetit, edhe nuk besoj që janë në kundërshtim me ligjin. Jo, po kuptoj që nuk janë në kundërshtim me ligjin e buxhetit. Po pyes për kush ka drejt ta merr atë vendim, a ka drejt deputeti Kurti, deputeti Muratit marrin vendim edhe në emër të ministrisë. Sepse ne e dimë që kur bësh ministër deputet si e mo, edhe kur je kryeministër deputet si e mo. Disa vendime që qeveria në detyrë nuk ka të drejtë me i marr, por janë edhe disa vendime që qeveria në detyrë në bazë ligjit për qeverinë vazhdon me i marr. Edhe këto dy vendime nuk hyjnë në kategorinë e atyre vendimeve cilat nuk ka të drejtë me i marr. Sepse me sa di unë kemi një vendim gjykatës supreme thotë që nuk ka drejtë marrën dy. Jo për gjitha vendimet, unë nuk mendoj që këta janë do të thotë në mënyrë siç po quhen edhe nga opozita kanë uzurpuar karriken edhe institucionet. Unë besoj, normalisht ne jemi në situatë kur kemi një qeveri në detyrë edhe s'kemi qeveri, por gjithsesi kompetencat janë shumë të kufizuara edhe mundësia e veprimit të kësaj qeverie duhet të jetë shumë e kufizuar. Është shumë e kufizuar edhe e rregulluar me ligj. Qeveria propozoi një buxhet. Qeveria e mandatuar nga kuvendi i kaluar
po i propozon buxhet një kuvendi të ri. A ka logjik kushtetuese dhe ligjore kjo punë? Jo, absolutisht jo, në kundërshtim me ligjet, është në kundërshtim me kushtetutën, edhe nuk ka sens një qeveri e cila nuk është zgjedhur nga ky legjislacion, për më tepër disa ministra siç e theksuat ju që janë deputet, është edhe konflikti interesit që të njëjtit ta bëjnë buxhetin edhe të njëjtit të tentojnë ta miratojnë në kuvend. Besoj se kjo është kundër kushtetuese dhe kundër ligjore. Sepse e kështë të njëri shumë mirë, okej, edhe e propozon buxhetin dhe shkon e voton. Është e mund shpej njëti person, se mundet të mos me votu, për ka drejtën e votimit. Ka drejtën e votimit, edhe është konflikt interesit, por gjithsesi edhe është në kundërshtim me ligjet e qeverisë edhe në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Ma tepër mendoj që kjo është veprim politik, siç e thatë në fillim, gati ne veç kemi hyrë në fushatën zgjedhore, tani këto janë veprimet elektorale të zotit Kurti, i cili është duke shfrytzuar për të goditur ndoshta opozitën, një kundërshtim të opozitës e cila do të thirret në ligje dhe kushtetut, edhe kesh interpretimi që do të jepet në opinion publik, ka një tendencë që ta nxjerrëm opozitën si kundërshtuese e rritje e ligjit buxhetit apo si kundërshtuese ose si kontribuese në krizën e cila potencialisht mund ta gjejë Kosovën në marsin e vitit tashëm. I kemi aty edhe rritjen e pagës minimale në 500 euro. Si është e mundshme që po rritet kjo pagë minimale tash, një muaj e gjysmë para zgjedhjeve, ndërkohë që qeveria arsyeton të qysh nuk mund të rritet edhe në këtë mas. Ne para 6 muajve o koran natë dhe kes nuk e mundsen ligji. To janë veprime elektorale, thash unë besoj që ai ligj nuk do të shkojnë në kuvendin e Kosovës ose do të shkojnë në kuvendin e Kosovës, por kuvendi i Kosovës nuk do të kalojë atë ligj, edhe besoj këto janë veprime elektorale të një qeverie, normalisht që aty s'kemi pa analizat mjaftueshme dhe kemi edhe cënim ndoshta të drejtat të njeriut për shkak se paga minimale do thotë ose paga 13 besoj që unë kundërshtim se bëhet vetëm për sektorin publik, por jo edhe për sektorin privat, do thotë nuk ka një analizë të mirëfillt të asaj, kemi në 2 etapa të ndane prej 1 janarit të rritjen në 425 euro, sa kujtoj më duket prej një kurrikut në 500 euro. Ka qef që ka pa milion mes. Besoj që këto gjitha janë veprime elektorale edhe në kundërshtim me ligjin edhe kushtetutën. A do të kenë efekt elektoral kushtohet pyetja domethënë, do të mashtrohen thojza qytetarët me këtë rritje e cila si rritje është pozitive, por si moment dhe si qëllim kur bërë është me qëllim negative. Pra do të mashtrohen qytetarët, ta themi thojza nga këtu. Apo do ta kuptojnë hilën, t'i marrin parat, po do ta kuptojnë hilën. Kjo marret edhe nga parti politike tjera sa arrin ta sharojnë këtë momentum edhe këtë vendim, edhe sa arrin ta përçojnë mesazhin të qytetarët, domethënë varet edhe nga subjekte tjera, por gjithsesi që do të ketë impakt, ndoshta jo në masë të madhe, varet edhe prej emancipimit të votuesve për ta kuptuar këtë çështje, por besoj që do ta ketë një impakt, ndoshta në masat papërfillshme, por do të ketë impakt. Apo e pështet me këto veprime për muri kryetari vetëvendosjes gjithë opozitën? Si do të me bëj ata, sepse kjo është një problem, kjo është një gjë e cila mundet me pas efekt politik, elektoral. Ky ka efekt politik elektoral, ka ndodhur në qeveritë më hershme tek ne, domethënë kur është bërë, po i këshonte edhe blerje vote edhe korrupsion. Lëvizja vetëvendosje është bërë. Edhe tani ne vazhdojmë ta quajmë, se është dëmtimi i integritetit, është tendencë korruptimit të votës së qytetarëve, por do të po i mbështet, po them varet nga subjektet politike se sa do të arrijnë ta depërtojnë mesazhin tek qytetarët në arsyeshmërinë e këtij vendimi, edhe pse ky vendim ka në këtë kohë, edhe çfarë arsyeshmërie ka ky vendim i ardhjes në këtë kohë. Çfarë do të bënte opozita? Opozita normalisht që mund të njekë rrugë ligjore, nëse ka rrugë ligjore për ta kundërshtuar, por gjithsesi duhet ta kthejnë në një mesazh për publikun, sepse këto janë në kundërshtim edhe bëhen me qëllimin për me dëmtu integritetin zgjedhor dhe për me dëmtu barazien zgjedhore. Nëse zgjedhjet janë në 2 javët e para të dhëtorit, a ka rrezik që në mars vendit metet pa buxhet? Sepse ka një afat aty, 1-2-3 muaj ku mund të bëhet qeveria isme. A është rreziku as real apo frika është më e madhe? Unë besoj që frika është më e madhe, por edhe rreziku potencialisht nëse s'kemi një ndryshim të qoftë rezultate, qoftë pozicione politike të subjekteve politike për të vazhduar krizën më tutje, por gjithsesi
Ky vit besoj që na ka etabluar një rrugë ligjore shumë më efikase në formimin e institucioneve për dallim nga periudha që kemi pas deri tani, sepse ato që interpretimet kushtetuese të cilat do të vlen kanë afate kohore edhe për konstituimin e konventit edhe për gjithë ato. Edhe në aspektin kohor ne kemi mundësi do të krijojmë institucionet edhe të mos futemi në krizën e buxhetit para muajit mars, por kjo do të mbaret nga vullneti politik edhe nga zhvillimet cilat do të zhvillohen më tutje. Tash e dimi smet që më 30 ditë vetëm në konstituimin e konventit, tash e dim që asnjë kandidat nuk votohet më shumë se 3 herë, por sonë që 60 herë një person që ka qenë Albolena Haxhiut. Pra si më thon gjykata kushtetuese ka tentuar mi u kallzu partive politike, po çfarë partive që në pushtet që ti ki çto afate ç'është dush me bë. Domethënë ja u ka zbërthy sepse ka pa konspirimin. Edhe nga praktika e kohës që ka marrë për certifikimin e rezultateve zgjedhore nga ana KQZ-s, edhe pse janë afatet kohore, do thotë në këtë vit kujtoj kanë qenë diku 45 ditë, mendoj se ka mundësi tani mas një përvoje me disa elemente të reja që u futën në reformën zgjedhore ose në ndryshimet zgjedhore, edhe tani ka mundësi. Tash mund të themi na ka zënë të përgatitur, kena pas herën e parë. Absolutisht. Mendoj që nëse zgjedhja potencialisht do të marrin me 7 dhjetor, do të ishte momentumi më i mirë politik, edhe për pasur kohë edhe aftësi për të certifikuar këto zgjedhje qysh mas dhjetorit për në janar apo në gjysmë janar, në mënyrë që deri në mars kemi kohë për konstituimin e konventit edhe qeverisë. Ismet, do shkojmë pak të analizë politika, do të prodhojnë zgjedhje ndryshime, a do të ndryshoj rezultati i lëvizjeve të vendosje, a do të ndryshoj diçka, a pret ndryshime? Tani ne s'kemi bërë ndonjë matje për rezultatin, por gjithsesi duke e parë këtë zhvillim varet shumë elemente do ta ndikojnë këtë proces zgjedhor dhe rezultatin zgjedhor. Unë besoj që ne i kemi balotazhin, domethënë raundin e dytë të zgjedhjeve komunale, i cili mund të ketë një impakt në zgjedhjet parlamentare, por edhe në praktikat tona fushatat zgjedhore gjithmonë kanë tërhequr një përqindje të pa vendosur ndoshta që shkon në margjina të 5-6%. Edhe kjo besoj që do të jetë një mundësi e mirë për partitë politike, por çka besoj unë nuk do të kemë ndryshim të renditjes së subjekteve politike. Dihet Ismet, ka përgjigjet e lehta, mi pak përgjigjet pak më. Po, tash ato përgjigje duhet i jepen shumë më shumë në analiza dhe fakte që ne nuk i kemi zhvilluar. Si qytetar, besoj se do të ketë një ramje të vetëvendosjes, nuk e di në çfarë mazhe, por duke u thirrur nga ajo se vetëvendosja nuk ka arritur të demonstrojë përgjegjësinë e saj edhe veprimet politike të pjekura për të dhënë vendit të institucione, edhe besoj se ka përgjegjësi më të madhe që ne jemi që një vit në krizë institucionale politike, por gjithsesi edhe për shkak të elementeve që e kanë përcjellë qeverisjen e saj për 4 vite. Si shihni fatin po shkoj për fundit nismë socialdemokratë të Limajt, si shihni fatin e AK-s Haradinajt, a shihni si më thon Haradinaj lehtësisht duke kaluar pragën dhe ku shihni nismë? Realisht nisma do të thonë sepse sa më pse po këto pyetje shumë se sa më pak parti, sa më shumë parti që nuk kalojnë prag, shkojnë në përfitim të partisë së më të madhe. Po tash nisma do të dim edhe nga zgjedhjet e kaluara apo edhe nga zgjedhjet lokale, do të thotë se nismë nuk ka arritur që të ketë 5% që unë besoj edhe nga zhvillimet e fundit politike që i kemi pas zotin Limaj, takimet e tij me zotin Abdigjiku me Lidhjen Demokratike e Kosovës, besoj që zoti Limaj do të gjejë një adresë të futet një koalicion para zgjedhore me një subjekt politik, në mënyrë që të përfaqësohet në parlament varësisht me sa numra 2-3, tani ka 3 mund të rritë apo edhe të zgjojë numër. Por gjithsesi unë mendoj që rruga vetme që ai do të jetë pjesë e garës do të jetë përmes një koalicioni zgjedhor. Në këtë rast po duket më i afërt me Lidhjen Demokratike. Ka lidhet me Lidhjen Demokratike nisma socialdemokrate Ismet, e djathtë me të majt. A din, domethënë se shumë trompetojnë djahtizmin e majtizmin, s'është Klasa jonë politike nuk është mjaftueshme. Pse i duhet LDK-s nismë? Ideologji nuk është mjaftueshme. Pse po e merr LDK nismën? Sipas teje, nëse e merr. Pse do ta merr LDK? Politikisht do të thotë së bashku me nismën do të thotë mund të arrijë nivo të barabartë me Partinë Demokratike, edhe ndoshta mbaret nga zhvillimet tjera politike, mendoj që është një tendencë me dalë subjekti i dytë politik,
tani qoftë si koalicion, qoftë si subjekt, po është një tendencë me dalë subjekti dytë politik, edhe fuqia e saj do të ishte më e madhe në negociatat që do të shpjedoshin për krijimin e qeverive të reja. A qëtë një Ismail LDK si subjekt dytë pothuajse ata? Po unë besoj që nëse do të shohim një 20.000 vota nga zgjedhjet lokale që ka marrë zoti Limaj, besoj që do të ishte një potencialisht në rezultatet aktuale për të pasur një baraspeshje mes Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike subjekteve të dyta. Por kjo mbetet për të parë, domethënë. Në edhe kemi një paralajmërim në një farforme të Ramiz Ladovti që duket që po paralajmëron se mund të garojmë iniciativë të vet. Apo parcializohet shumë vota opozitore, po çfarë është vota e PDK-s në këtë rast? Unë mendoj që edhe krijimi i iniciative të re në këtë kohë, edhe sidomos në zgjedhjet të jashtëzakonshme, nuk do të ishte shumë efikase për të arritur, për të kaluar 5%, pavarësisht nga zoti Ladrosja, nga kushdo qoftë që do ta merrte këtë iniciativë, por besoj që krijimi i listës që do t'i bashkojë një subjekti politik aktual mund të bënte një rritje të votës potencialisht. Në këtë rast, nëse zoti Ladrosi do të ishte, atë bënte një dëmtim të Partisë Demokratike të Kosovës. Gjuha gjatë fushatës, po edhe ditën e zgjedhjeve, si më thonë, i ka bërë shumë të vështirë si opozitës gjuha e Albin Kurtit, i ka jep mundësi opozitës që të refuzojnë koalicionin me të. Pra, gjatë tërë fushatës zoti Kurti ka përdorur gjuhë shumë të rëndë dhe nënçmuese ndaj partive politike, po çështësh dhe PDK-s dhe LDK-s, në tekst të veçantë LDK-s, pas natën e zgjedhjeve u quajti dhe i quajti hajvana, gjithë LDK-n e quajti hajvana, po do të kom pas për 1%, po mi angu fjalimin shihet që kemi të bëjmë për plan, flet për programin e LDK-s. Flet për programin e LDK-s, aty i përfshin ton. A mendon që ka me ndrru kjo gjuhë gjatë tyre zgjedhjeve apo jo, apo zoti Kurti do të vazhdojë të përdorë gjuhë të fortë dhe polarizuese për të me shpresë që do të merr sa më shumë vota nga kjo? Unë besoj që gjuhë të ashpër ka pas nga opozita vetëm zoti Haradinaj në raport me Kurtin, natyrisht duke e quajtur edhe punëtor të Serbisë dhe të Rusisë, po pjesë tjerë të opozitës kanë qenë relativisht shumë më të butë. Unë nuk shoh domethënë në një momentum politike e cila do ta ulte diskursin e gjuhës apo ashpërsinë e gjuhës, edhe nuk besoj që kriza institucionale dhe politike që u prodhua mas nënshkurtit është pasojë vetëm e gjuhës. S'është pasojë vetëm. Vetëm e gjuhës. Edhe besoj që në fushatat zgjedhore partitë politike do të dalin përtej kodit etik dhe etik politik, do të thotë në përdorimin e gjuhës për të arritur sa më shumë maksimalizim të votës qytetare. Unë besoj që kjo do të vazhdojë, ndoshta në forma tjera, por gjithsesi unë besoj që gjuha do të jetë parafërsisht aty ku kemi qenë në zgjedhjet e shkurtit. Atë kush do të më bë bashkë, që do më bë qeveri zoti Kurti nëse i çon gjithë opozitën bashkëpunëtor të listës Serbisë, ashtu i ka quajtur Ismet. Nuk kem të fol më për një gjuhë, nuk kem të fol më për i tha dy ky. Po flasim për akuzat e cilat janë shumë të rënda politike. Domthonë çka ka më rënd se me çuj që e bashkëpunëtori i se për çuj ja bën për gjysmën e gazetarëve. Mendoj se shoqëria civile. Mendoj se domethënë këtu në Kosovë për kohë gjatë kanë filluar këtu etiketimet për kundërshtar politik. Jo, pa të long këto. Nuk e di, kanë filluar çish më herët, ndoshta me ardhjen e qeveritëve të vendosjes do të kanë filluar të zbehen ato, por gjithsesi në këtë fushatë zgjedhore që kemi pas për zgjedhjet parlamentare, kemi pa një gjuhë të tillë, edhe pse në zgjedhjet lokale mendoj që deri në farë masë është zbutur, ose spaku ndaj disa akterëve është zbutur ndaj disa jo, mbarësisht nga gara ku ka qenë, për shembull Mitrovica ka qenë gjuha pak më ashpër të zotit Kurti ose kandidatit të zotit Kurti në komuna tjera më butë, por gjithsesi nuk është se gjuha ishte, si më thon, faktori kryesor pse se kemi një koalicion ose një qeverisje të përbashkët, nga përvojat politike të cilat e kemi pas deri tani, partitë politike kanë ditur dhe kanë arritur të i kalojnë mbi gjuhën edhe mbi akuzat që kanë pas ndaj njëri tjetrit, po mendoj se ka edhe probleme në qasje, si në aspektin e qasjes që ka pas qeveria Kurti për veriu, në aspektin e diplomacisë ndërkombëtare, edhe mendoj ka papojtëshmëri me subjekte politike, por duke e përfshirë edhe vetëvendosje Lidhjen Demokratike, e cila ka pas një përvojë jo të mirë të koalicionit ose bashkëqeverisjes me vetëvendosjen para aq kohë sa kanë pas. Më tepër është mungesë e besimit në partneritet me zotin Kurti, spaku sa kemi Kurti pa shpreh mosbesim, nasosh nuk na zgjat me LDK-n me bë. Absolutisht, edhe ai ka shpreh mosbesim, edhe më tepër është çështje e mosbesimit se sa çështje e gjuhës ndoshta që ka ndikuar në këtë proces.
Ispet, po dalim të zgjedhjet lokale dhe po nisi direkt. Ti si KDI edhe i kemi monitoru zgjedhjet edhe nacionale dhe lokale vite me radhë. Gratë herë nuk i kemi monitoru, a? Kemi pas një numër shumë të kufizuar. Po jo, në nivel. Po jo, absolutisht. Keni bo edhe, ju keni jep edhe rezultat. Keni bo exit poll duket, po keni bërë rezultat. A po më ka zoni Ismet në mendjen tonë si një njeri i cili ka hetu proceset, i ka pas gjitha informatat. Qysh është e mundshme me pas një dështim kaq të madh në Mitrovic të exit pollave? A ka shpjegim në mendjen tënde? Po normalisht se exit pollat sepse huqja është shumë e madhe. Dhe është e 2-3. Nëse s'ka qenë huqje e qëllimshme. Po të trija duhet me huqje qëllimisht. Atëherë do të thotë është një huqje profesionale, do të thotë duke pas parasysh se në këto vende ku gara është shumë e afërt, do të rritet mostra, duhet të rritet mostra, edhe mendoj që një ndër efektet që ka mujtë me prodhu nga këtë proces ka qenë rrjedhja e informacionit gjatë ditës. Edhe kjo ka ndiku besoj në mobilizimin e akterëve tjerë për të nxjerrur sa më shumë votues. Deri tani potencialisht nga aspekti ligjor dhe juridik nuk kem në informacion që ka ndodhur një korruptim i votës ose një mobilizim për të korruptuar atë proces, por besoj që ka ndodhur edhe si efekt i rrjedhjes së informacionit gjatë ditës, kur partitë politike të cilat potencialisht kanë parë që mund të humbin në zgjedhje, kanë mund të mobilizohen edhe të nxisin pjesëmarrjen e qytetarëve në këtë proces. Shumë interesant Ismet se për shembull te Ubo Valoni në Eve Dugagjini thotë që në asnjë moment gjatë ditës deri në mbyllje nuk ka pas dallim. Pra të daljes. Nuk ka pas dallim në përqindje, ka me përqindjet e njëjta, pra ai nuk ka mujt me vret as mobilizim, do se e dim që ka pas mobilizim më të madh. Të lëvizjes të vendosë më të madh, direkt nga Gimbatiri në momentet e fundit ka pas mobilizim, pra po pse nuk u vret ajo? Sepse gjithmonë thonte udhëheci Ubës që është vërejtur ajo. Vret ajo. Do të thotë mendoj që në këto. Çfarë ta merr mendje se është një var. Mendoj që mostra s'ka qenë mjaftueshëm adekuate e përdorur, është dashur të shpërndahet në më shumë kampione, edhe ana tjetër se është normale, ndoshta nuk është normale mbi 5% të jetë një huqje, po deri në 5% është normale dhe ndodh. Deri në 5%, po këto thonë deri në 3%. Deri në 5 është nga praktika apo nga normaliteti, deri në 3 është shumë profesionale, por deri në 5 mund të ndodh edhe për shkak të asaj mbarës për shoqërisë edhe për qytetarëve ku e zhvillon. Për arsye se qytetarët të cilët potencialisht ndihen të frikëzuar ndoshta për të dhënë, për të treguar vullnetin e tyre politik, mund të nxjerrin edhe te këto gabime. Tek ne, tek ne do të thotë sidomos në shtetet në tranzicion ose shtetet siç jemi ne, domethënë një demokraci të re, kjo mund të ndodhë shumë lehtë, ku qytetarët ende sot nuk dëshirojnë ta bëjnë publike me një farë forme, edhe pse ajo s'është publike, por nuk dëshirojnë të tregojnë votën e tyre dhe edhe orientimin e tyre politik për çka kanë votuar. Ismet, çu ke parë rezultatin e parë zgjedhor në aspektin e partive politike dhe çka pret nga ballotazhet? Aspektin zgjedhor, domethënë kemi pa kuptimin e rezultateve e partive politike. Nga rondi i parë. Të subjekte politike do të thotë nëse shohim për asambleë, vendosja ka një ramje të numrit të qytetarëve, por në strategjinë e saj ka në asambleë. Po, në asambleë do të thotë ka një ramje të votës, por në aspektin strategjik të marrjes së kandidatëve për kryetar ose të kryetarëve, besoj që vendosja ka arritur do të thotë nga viti 2021 të përdorur një strategji dhe sot është ndër subjektet në garat më serioze për të pasur një numër më të madh të votave e për më tepër për dallim nga subjektet tjera politike ka arritur që ta ruajë numrin më të madh të komuna ku ka qeverisur. Domethënë është një zhvillim interesant të vendosja, ndërsa subjektet tjera politike kanë arritur të ruajnë ato komuna ku kanë qeverisur, por gjithsesi potencialisht edhe me një garë parabartë si Mitrovica, mendoj që është një rezultat i mirë i Partisë Demokratike. Prishtina besoj që Lidhja Demokratike ku ndoshta kanë qenë pritjet që të jetë më mirë në Gjilan Podujevë në Prishtinë, apo në Fushë Kosovë dhe Biliqë, disa komuna, mendoj se ka pas një, po flasëm për kandidatët për kryetar, ka pasur një garë më të barabartë mes akterëve tjerë, ndërsa Aleanca do thotë ka arritur të ruajë ato komuna me rezultate të larta nga konkurruesi të dytë, edhe për fakt që është zhvilluar një debat të bukur i madh që Aleanca do të mund të kaloj pragun, do të ikë votat për shkak të klimës, mendoj që Aleanca ka arritur megjithatë të ruajë ato të jetë pretendent serioz në këto komuna, ndoshta potencialisht për të shtuar një komunë. Zoti Limaj gjithashtu në mënyrë shumë të
shumë të lartë, ka arritur të ruaj Malishevën, por edhe ka arritur të arrit numrin e votave në nivel të Kosovës për subjektin politik. Kujtoj se e ka arritur për 1% vogël, po e ka arritur. Kjo është gjendja. Shpejt, shkurt për të pyes, ndoshta edhe pyetja e fundit është, po më jep një fal mendimi qytetar, jo si drejtori i KDI-s, po ne si një analist politik që je. Qysh është Mitrovicën, Prishtinën edhe po du me të pyet, po të pyes për Gjilanin, po të pyes për Prizrenin, me qenë se i edhe i Prizrenit. Kush fiton dhe si është e garën? Në Prizren, po filloj për Prizrenin, pas jem atje, normalisht që është një diferencë e madhe, domethënë dikon 10-11% sa kujtoj, por gjithsesi janë duke u krijuar disa koalicione, por nuk kam parë. Ka në shem përparësie, kam parë, jo kush fiton. Mendoj që në përparësi është zoti Totaj, i cili do të thotë ka një përparësi para zotit Abrashi, edhe me pse zoti Abrashi është duke krijuar disa koalicione, por koalicioni fundit me akën që ka rritë në Prizren, edhe dalja një numri, mos me thonë masiv, por një numri të madh nga strukturat e AKs, nuk e di se sot do ta ndihmojë vetëvendosin ti përkthehet në vot ky koalicion, edhe kemi një qëndrim asnjës të Lidhjes Demokratike s'paku deri në këtë momente, e që mendoj që renditja e Lidhjes Demokratike, po edhe zoti Zafir Berisha, do të mund të jetë potencialisht përcaktuese për kush do të ketë mandatin e ardhshëm të qeverisjes. Derisa si kemi këtu dy lëvizje, ka këtu dy subjekte politike, mendoj që vazhdon të jetë favorit Totaj. Në Prishtinë është një garë bukur shumë e barabartë, por duke parë lëvizjet e fundit si koalicioni sot shumë i AKs me Lidhjen Demokratike, e potencialisht për shkak të Mitrovicës, po edhe në Prizren, që mund të jetë edhe një mbështetje nga ana e Partisë Demokratike, edhe nëse jo publike, për Lidhjen Demokratike, besoj që Lidhja Demokratike do të dalë ose është në favorit në Prishtinë, ndërsa në Mitrovicë është një garë shumë e barabartë për të cilën është vështirë me fol për përparësitë ose për atë, por bazu në pritjet që ka pas vetëvendosja në raundin e parë dhe në daljet e rezultateve, do të thotë mund të jetë alternative edhe Partia Demokratike, do të thotë atje, dhe është një situatë ku shumë vështirë, edhe pse sot kemi pas ose dje kemi pas një koalicion mes Partisë Demokratike, Partisë Turke atje, edhe me sa di unë mes Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike. Aty ka një koalicion gati pa krym, po është i afër. Edhe këtu besoj që mund ta nxjerrin Partinë Demokratike favorite në është gara për ballotazh Ismet, se na pikëqyrim po i shikojmë numrat që i kanë nga raundi i parë. A është gara për ballotazh gati se garë nga fillimi, nga zero? Jo gjithçka, varet nga zhvillimet politike, varet nga fushata, varet nga koalicionet që potencialisht mund të arriten, edhe pse unë shumë dyshoj në këto koalicione. Koalicionet nuk janë të përpoqshme. Nuk munden me po. Kanë nuk janë të përpoqshme, ta zëm nuk munden me bardh votën. Përmendte vetë Dota Radina dhe gjithë e dim, pa të nënshkrua kë marrëveshje me Artan Abrashin, po gjithë vota AKs pas shku të Shpend Ahmeti gati. Është edhe me PDK-n, njëjtë. Unë besoj që trendi, domethënë duhet më shiku ka pak përputhshmëria. Përputhshmëria po në mendime edhe duhet më shiqu në shtaja fryma që krijohet gjatë zgjedhjeve, do e njoh Prizrenin më mirë pse jetoj atje, po edhe në Prishtinë sa kam arritur me pa, ne e dim kur kanë ndodhur ndryshimet e kryetarëve, ka qenë fryma për me erxu atë kryetar. Edhe mendoj që edhe në Prizren, edhe në Prishtinë nuk ka pas asnjë frymë kundër zotit përparim Rama ose zotit Totaj, është më ndryshe situata me Mitrovicë për arsye se zoti Hamza nuk doli në garë, edhe kemi një situatë më të tjetër, por gjithmonë kryetarët e komunave janë me një përparësi të thotë në garat zgjedhore, sepse vinë nga një mandat 4 vjeçar që kanë qeverisë, edhe do thotë kanë një përparësi. Edhe kjo fryma nuk ka arritur shumë në zgjedhjet lokale të krijohet një frymë për dallim për shembull në Fushë Kosovë ose në disa komuna, nuk ka arritur të krijohet si frymë ndryshimit shumë të madh, apo as në Gjilan, Podjev, Kamenis, në shumë vende, në Deçan, do thotë keni pa garat në Deçan. Për shembull, e gjitha ato komuna do thotë është interesante, Peja ka më qenë interesant, do thotë varet nga Pej, çfarë? është shumë interesant se çfarë lëvizje të kemi dhe çfarë koalicione, mendoj që si subjekti i tretë Aleonca atje. Ka thënë që jena në diskutim me LDK-n, Ramushin. Po. Është bukur shumë interesant atje, do të thotë se si do të zhvillohet. Mendoj madje Ramushi sa më duket ka folur edhe për përkrahjen e kandidatit Mitrovicës nga KA në Mitrovicë. Po, kanë përkrahje. Ata tha që edhe me Fatun Pecin kanë. Mbaret do thotë se sa përcaktohen edhe këtu parti politike, të cilat në disa qytete kanë peshë më të mëdha. Për shembull në Onca ka një numër të konsiderueshëm të votës. Menaxhojnë kanë më pak vota, e menaxhojnë me let votat, si më thonë në grupet internete që në strukturë. Po.
Po, gati se strukturë, se i ka 1000 vota i smet aty, shka që ajo 200 struktura... Po për shumë ma pozicionin, po plasë për këtu përqindje të mëdha, kur i kanë në komuna më ndryshe, ndërsa në Mitrovicë shumë ma pak edhe mund tjetë vot ma strukturune, kryesisht nga struktura. Por mbaret edhe mbetet shojmë në ditën të ndjemë. Mendoj që edhe kjo kohë e vendimit të zgjedhjeve, por edhe gjitha këtu... Sa kanë me ndiku këto, si me thonë rezultati i zgjedhjeve nacionale, me qenë se është shumë shpejt. Dikush thot, po nuk ndikun zgjedhjet e kalume në 2021, në 2024, në 2025, nuk dallojnë, nuk ndikojnë se në 4 vjetë mes, tash i kena një muj mes. Si me thonë, të do parti, për shembull të Alianca, në qoftë se Alianca ka rezultat mirë dhe i mon komunat, a ka minimu kjo Besoj si një marë, në mobilizimin e votës nacionale. A dinë se është në qatë nëzet, që thot populli, po të partit janë në qatë nëzet. Ne jemi edhe në situatë kur edhe kemë balotajet, kur kemë edhe disa koalicione në nivel lokal, por edhe jemi në afatet kohore ku mund të shpallën zgjedhjet parlamentare. Edhe gjuma e zgjedhjeve parlamentare mund me ndiku edhe zhvillimin e zgjedhjeve lokale. Edhe të kundërt, e unë ma shumë besoj ka me ndimu ose ka me ndiku gjuma dhe fushata zgjedhjeve parlamentare, cila potencialisht mund të filloj mas datës përcaktimit nga ona presidentës, mund të ndikoj rezultatin e balotajit në ndonjëherë nga komuna. Ta shëzyrtarisht i kemi 30 ditë fushat prap. Jo, kemi edhe 18 ditë fushat. Me lishtë të tha dikush që 30 ditë fushat. Jo, do të në zgjedhje parakoshme zakonisht 10 ditë fushat. Ndru ismet, se mund të tha dikush se... Jo, besoj, sa kom konsultuar në ligjin, besoj që i kam ndryshuar. Nuk e kam shuar këtë element, po 10 ditë do të kemi fushat. Okej, se dhona ashtu e kom ditë dhe ashtu e kom pas lexuar, po në gjitha praktikas besoj që i ka ndryshuar, madje ka pas diskutime që fushata 30 ditore të shkurtohet se është shumë e gjatë. Domethënë s'ka pas arsye me ndryshu që në zgjedhjet parakoshme me u pa një fushatë 30 ditore kur zgjedhet potencial. Ajo fillon, aktiviteti politik është i pandalshëm. Tjetër është ajo që fillon ai, ajo ka filluar javën e kaluar. Po flas. Ka filluar dillën. Absolutisht. Faleminderit Ismet. Faleminderit juve. Faleminderit.